Bashkisë Perëndimore në vitin 1987 apo triumfet ottomane. Ka bërë futbolli shqiptar fitues i Deli Kombit Fikëres me përshënues rekord me 50. Historia e sportit shqiptar. Shumë artikuj janë portret të legend. Është thelbësisht një kronikë para thënie e një libri. Nuk ka indeks të veçantë për lista e përmbajtjes duke të rrëhequr pranë e sportit. Shumica janë portretet e komente sportive. Nuk të veçojnë portretet e figurave sportive si Loro Bariçi, shqiptar. Vitin 1969 dhe më pas filloi punë në Radio Tirana si gazetar sportiv. Atë të ndryshme si të transmetimeve të drejtpërdrejtave dhe intervistave të panumërta, jo gazetareske. Me pasion dhe ndërgjegjje të lartë, ai ndoqi dhe përhapi sukseset e zhvillimeve sportive në vendin tonë. Që prej 35 vjetësh tashmë ai merret me Në karrierën time edhe si gazetar sportive kam ndjerë veten jashtëzakonisht të privilegjuar që kam patur fatin të bashkëpunoj me një nga ikonat e gazetarisë sportive në Shqipëri dhe të radiokronikës sportive në mediat shqiptare, sidomos në emisionin Nga njëra ndeshjen tjetrën. Ahmet Sqari mbetet një ikonë e gazetarisë sportive në Shqipëri që ka shkruar një nga kapitujt më të rëndësishëm të radiokronikës sportive në Shqipëri. Si bashkëpunëtor më i vjetër i këtij emisioni dhe aktualisht e vazhdoi këtë karrierë në radiokronikën shqiptare, prej tij kemi mësuar gjithçka për sa i takon gazetarisë sportive, e cila sot për fat keq lë shumë për të dëshiruar. Ahmet Sqari e ktheu emisionin Nga njëra ndeshje në tjetrën në një universitet të gazetarisë sportive dhe do të mbetet përjetësisht pjesë e kësaj historie të gazetarisë sportive në Shqipëri. Po, kam kënaqësinë që vjen në Elbasan, ishte një iniciativë Bashkisë së Elbasanit që të promovonte librin tim. Ky është një libër me artikuj të zgjedhur nga krijimtaria ime nga 50 vjet krijimtari. Jam përpjekur të bëj diçka që të përmbledh një histori të sportit në përgjithësi. Tematika është shumë e larmishme, ka nga portretet të sportistëve më të shquar të Shqipërisë, të gazetarëve si Anton Mazareku, pioneri i gazetarisë sportive shqiptare, ndërkohë që ka artikuj analitik, kritik, sepse gjendja si para 30 vjetëve më duket sikur është edhe sot, nuk kanë lëvizur gjërat. Mund të jetë bërë ndonjë stadium, është riparuar ndonjë stadium rikonstruuar si ky Elbasanit, por më duket se sporti ynë është në gjendje mjerane. Nuk ka kualifikime, flitet vetëm për kombëtaren, kemi shpresa mos ikim në botëror, por gjithsesi të mbulohesh me lojtarë mediokër, të marrë nga jashtë pa ndonjë vlerë dhe të lësh talentet të Shqipërisë pas një të ardhme, kjo nuk më duket interesante. Libri përmban të gjitha këto dhe e ka këtë atmosferën dhe gjendjen kritike të sportit shqiptar. Jam përpjekur të bëj më të mirën dhe nuk e di, lexuesi do të japi fjalën e vet në të ardhmen. Kjo është. Padyshim Ahmet Sqari është një nga figurat themi më të mira të sportit shqiptar, padyshim edhe qytetit Peqinit në fushën e gazetarisë sportive, sepse është gazetari i parë, pra i diplomuar sportiv në Shqipëri, karrierë prej 40 viteve, dhe sot mbas promovimit që i ka bërë në qytetin e Tiranës dhe qytetin e Peqinit, kemi kënaqësinë të vim në Elbasan, ku i vjen me librin Copza Mozaiku, pra një libër që i kushtohet sportit. Padyshim e meriton Ahmet Sqari një vlerësim të tillë, pra, dhe urojmë që të vazhdojë të na japi nga eksperjenca e tij, nga historia e tij në fushën e sporteve, probleme që i kërkojmë sot brezi i ri.
Keni ke dhënë kontribute të jashtëzakonshme, edhe në sport, edhe në shoqëri, po kudo. Kemi miq nga veçini, kemi edhe shumë figura ta kalojmë sa më bukur, ta kthejmë në formë bashkëbisedimi, kujtojmë dhe ato gjëra që neve nuk i ditë gjëra gjithë për të tregu vlerat e këtij takimi. Urime më të mira, edhe mirë se ardhe, edhe gjithmonë jeshim mirëpritur në klubin e Elbasanit. Për ata që se njohin, Afrat Sharri, një gazetar sportiv i medias shqiptare, i lidhur në Peshin. Dhe kjo është e vërteta dhe konkretar sot tek i respektohet në çdo vend shqiptar. Dhe është nder për klubin tonë, që reprezenton sonde dhe prezantosh klubin e sot. Gazetari sportive në vendin tonë. Sot e kemi të pranishëm për të promovuar librin e tij kushtuar sportit. Zoti Ahmet, urojmë Libri Copza Mosaiku të provojave, ngjarjeve dhe reflektimeve duke pasqyruar ka punuar për dekada në radhë në Tirana dhe LTSH, duke transmetuar, komentuar. Është i njohur dhe për komentimin e ndeshjes historike flamurtare në Barcelonë në vitin 1000. Falenderoj profesorin Barbarin Kabo për inkurajimin për të botuar këtë libër, po ashtu dhe gruan e tij, Engjëllu Shëshari dhe vëlla Fatme Shari për redaktimin dhe në artikull të publicistik të renditur nga ana kronologjike, njohje me interesën, komente krahasuese, sa afër dhe sa larg Xhamajës jemi. Duke krahasuar suksesin sportiv të Xhamajës në Shqipëri, që më të stafët dhe përvije zogut në Pekin, fatin të shkosh shqiptarizmi, me fatin e